Me brohoritje duam shkollë. Fëmijët e shkollës fillore Goce Delqev të Lisiqës së Epërme sot protestuan së bashku me prindërit e tyre para komunës aerodromit. Për të disatën ditë me radhë, ata presin që kreu i komunës Ivica Konevski t'i pranoj në bised, por ai ishte sërish i zënë për t'i dëgjuar kërkesat e tyre. Prindërit shqiptar të Lisiqës së Epërme u bën apel autoriteteve se duan një zgjidhje afatgjate dhe të ndalet tallja me fatin e fëmijëve të tyre. Po kjo është revolte e madhe. Ta prind filluan ta hupin edhe durimin. Shoh disa fillojnë të pak agresivitet të tregojnë. Është mirë që kjo sa më shpejt të ndërprehet kjo gjendje e jonë, nuk është mirë vetëm për këtë komunë e cila vetëm kjo e parashtron këtë pyetje. Shohme se tjerat komuna e kanë zgjedhur disi edhe pse kanë më pak nxënësa edhe më gjendje më të vështirë se sa na që jemi. E kanë zgjedhur atë problem, kjo komunë nuk e gjen atë rrugdalje ta zgjedh këtë problem. Po dita ditës rritet revolta dhe njerëzit janë tej mase të revoltuar. Tash me të vërtetë nuk e di se çka do të jetë hapi më tutjeshëm. Ne do të presim përgjigje edhe prej komunës, edhe domethënë prej ministrisë. Do të kërkojmë takime edhe në instanca më të larta. Besoj që do të na jepet llogari për këtë situatë që është bërë. Domethënë, nije ova pravo od škole sme go imali stalno i treba da go imame. Da знаят сите народи и народности, било od koje vera, bilo od koje nacija, bilo od koja boja. Ova nigde ne bilo, pa neće ni da bude. Ja sam 60 i nekoliko godina u Lisiće, ovdje paralelki sme gi imale i treba da gi imame. Neka sluša celiot narod. Ne u obliguam disa që ta çletojmë, edhe pse nuk kemi lidhje me atë ligj, numrin 7 të ligjit për shkollim fillor, i cili thot se nga 24 deri në 35 nxënës duhet jetë një paralele. Ne me mungesë të këtyre 6 nxënësave të klasës së parë i kemi 26 nxënës. Pse aja nuk ekziston në vete paralele. Dhe ata 6 nxënës të cilët janë të klasës së parë duhet mirëfillësisht i mësojnë një mësuese e cila është profesionalisht e orientuar për mësimin e atyre nxënësave. Prindërit shqiptar të shkollës fillore Goce Delqev në Lisiqet e Epërme të komunës Aerodromit thonë se do të vazhdojnë protestat dhe bojkotimin e mësimit për diskriminimin etnik që u bën drejtoria e kësaj shkolle dhe vetë komuna e Aerodromit. Gjithçka ka filluar pasi nxënësit shqiptar të 3 klasave janë detyruar të mësojnë në një paralele, me arsyetimin se numri i tyre është shumë i vogël. Por teksa shqiptarëve u mohohet e drejta të mësojnë në paralele prej 17 nxënësve, bashkëmoshatarëve të tyre Maqedonas në po të njëjtën shkollë u lejohet që të mësojnë në paralele që kanë nga 16 nxënës.